Përshëndetje. Kjo është një histori e vërtetë që tregon betejën e një burri për shëndetin e tij dhe fuqinë e shpirtit për të mos u dorëzuar. Në moshën 70 vjeçare, ai kuptoi se zemra e tij kishte filluar të tradhtonte, duke e detyruar të përballej me një frikë që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Por ajo që ndodhi më pas është diçka e pazakontë, një zgjidhje që jo vetëm që shpëtoi jetën e tij, por e ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si e kuptonte jetën, familjen dhe forcën e brendshme. Kjo histori tregon se nuk ka rëndësi mosha apo sfida që na dalin përpara. Kur ka vendosmëri, mbështetje dhe besim, gjithmonë ekziston një shans për rikuperim dhe shpresë. Unë, vajza e tij, dua t'ju ndaj këtë rrëfim nga përvoja e tij, sepse besoj se mund të frymëzoj të gjithë ata që përballen me sfida të ngjashme. Në vijim do të nisim udhëtimin e tij emocionues në 5 pjesë, duke treguar betejën, përpjekjet, sfidat dhe triumfin e tij. Ky rrëfim është plot ndjenja, mësime dhe një mesazh të qartë. Nuk është kur vonë për të luftuar dhe për të rikthyer jetën në duart tuaja. Kur u zgjova atë mëngjes, ndjeva diçka të çuditshme në gjoksin tim. Nuk ishte dhimbja e zakonshme që ndonjëherë të merrte veten pas një dite të lodhshme, por një lodhje e thellë, një lodhje që dukej se vinte nga brenda. Ishte si një presion që shtypte çdo frymëmarrje, një ndjesi që më paralizonte për disa sekonda. Shtrëngova duart mbi gjoks dhe përpiqja të qetësohesha, duke u thënë vetes, është vetëm lodhje, mos u shqetëso. Por diçka brenda meje më thoshte se kjo nuk ishte normale. Ditët në vijim u bën gjithnjë më të vështira. Çdo ecje e shkurtër, çdo përpjekje për të bërë diçka të zakonshme në shtëpi më bënte të ndihesha i lodhur, si të kisha vrapuar kilometra pa pushim. Gruaja ime më shikonte me shqetësim, duke pyetur vazhdimisht, "Je mirë? Dëshiron të shkojmë te mjeku?" Në fillim refuzova. Nuk më pëlqente të shfaqja dobësinë time. Nuk doja që të tjerët të shihnin se një trup që ka qenë gjithmonë i fortë po më tradhtonte. Por kur një natë u zgjova me frymëmarrje të shpeshta dhe dhimbje që më merrte deri tek shpatullat, nuk mund të mohova më. Diçka nuk shkonte, mora një vendim. Ditën tjetër u nisa për vizitë te kardiologu. Në pritje, ndërsa shikoja orën të lëvizte ngadalë, mendimet më kaplonin. Po nëse nuk është e mirë? Përsëritja këtë pyetje në mendjen time, duke u përpjekur të mos friksohesha. Kur doktori më thirri në zyrë dhe filloi të shikonte rezultatet e analizave, ndjeva një ftohje që më pushtoi trupin. Fjalët e tij ishin të qarta, por zemra ime nuk mund t'i përtypte menjëherë. Kemi probleme serioze me zemrën. Është në një gjendje të ndjeshme dhe duhet të veprojmë shpejt. Bota ime u ndal për një moment. Nuk mund ta besoja. Si mund të ndodhte kjo me mua, me dikë që gjithmonë ka qenë i shëndetshëm, që gjithmonë ka qenë i kujdesshëm me trupin e tij. Mendimet më rrotulloheshin pa kontroll. Po nëse kjo përfundon keq, si do të jem vajza ime dhe gruaja ime pa mua? Një ndjenjë paniku më mbërtheu, por brenda kësaj frike diçka tjetër po linte. Një vendosmëri që nuk e kisha ndjer më parë. Nuk mund të dorëzohesha. Nuk do të lejoja që kjo gjendje të më merrte jetën. Ditët pas asaj dite u shndërruan në një përpjekje të vërtetë për të kuptuar çdo mundësi. Lexova libra mjekësor, kërkova metoda të ndryshme trajtimi. Pyeta mjek të ndryshëm dhe mbi të gjitha përpiqesha të kuptoja trupin tim. Ishte një luftë e brendshme, një dialog i pafund me veten. Cila është rruga më e mirë? Çfarë mund të bëj për të shpëtuar jetën time? Një ditë, ndërsa po shikoja një dokumentar për metoda të pazakonta trajtimi me recetat bimore dhe mënyra natyrale, një ide më shpëtoi nga mendimet e frikës. Nuk ishte diçka që mjekët tradicional do ta rekomandonin, por diçka që dukej se kishte dhënë rezultate tek njerëz të tjerë. Ishte një mundësi që askush nuk e kishte dëgjuar në komunitetin ton, dhe menjëherë ndjeva një çekuilibër midis frikës dhe shpresës. Disa javë kaluan ndërsa unë testoja metoda të ndryshme, duke ndjekur rekomandimet të doktorëve dhe duke u përpjekur gjithashtu të zbatoja zgjidhjen që kisha gjetur vetë. Çdo ditë ishte një sfidë e re. Zemra ime shpesh më tradhtonte në momente të papritura, por pak nga pak ndjeva ndryshime. Frymëmarrja më lehtësohej, energjia më kthehej dhe shpresa filloi të ndizet përsëri brenda meje. Në atë periudhë, gruaja ime ishte gjithmonë pranë meje. Shikimi i saj i shqetësuar, përqafimet e ngrohta dhe fjalët e saj të buta ishin ato që më mbajtën gjallë. Ajo nuk e kuptonte plotësisht çfarë po bëja, por mbështetja e saj ishte e pakushtëzuar. Vajza jonë e vogël që shpesh më shikonte me admirim, ishte arsyeja tjetër pse nuk mund të dorëzohesha, dhe kështu filloi rrugtimi im. Një rrugë e gjatë e mbushur me sfida, me dhimbje dhe momente frike, por edhe me shpresë dhe kurajo.
Diçka e pa dëgjuar për mua dhe për familjen time po fillonte të jepte rezultate. Kjo ishte vetëm fillimi I një udhëtimi që do të ndryshonte jo vetëm shëndetin tim, por dhe mënyrën si e shihja jetën. Në pjesën e dytë do të tregoj se si metoda që zgjodha filloi të ndikonte tek unë, si përparova me përpjekje dhe sfidat e para që më pritnin, dhe si gruaja ime filloi të besonte në atë që më pari duke e pabesueshme. Ditët e para kur vendosa të ndjek zgjidhjen që gjetëm, ishin më të vështira. Zemra ime ende më tradhtonte dhe çdo lëvizje më bënte të ndihesha I dobët. Por diçka brenda meje më shtynte të mos dorëzohesha. Çdo mëngjes fillonte me një ritual të thjeshtë. Një përzierje bimësh që më duhej të përgatisja vetë, duke respektuar masën e saktë dhe kohën e duhur. Nuk ishte diçka që mund ta merrje lehtë. Çdo gabim mund të bënte diferencën me suksesit dhe dështimit. Në fillim gruaja ime më shikonte me dyshim. A është kjo vërtet e sigurt? Më pyeste çdo mëngjes, ndërsa unë përpiqesha t'i shpjegoja gjithçka me fjalë të thjeshta, por pa e detyruar të besonte. Ajo nuk e kishte dëgjuar kur një metodë të tillë dhe konsideronte të çuditshme, madje pak të rrezikshme. Por për çdo ditë që kalonte, shikimi I saj filloi të ndryshonte. Kur e pa se gjendja ime filloi të përmirësohej pak nga pak, filloi të besonte, dhe ajo besimi I saj më dha forcë për të vazhduar. Këto javë të para nuk ishin të lehta. Kjo zgjidhje kërkonte durim dhe disiplinë të madhe. Duhej të ndaloja disa zakone të vjetra, të hidhja ushqime që më pëlqenin dhe të ndjekja një regjim strikt. Ishte një luftë dyfisht, kundër trupit tim që kishte filluar të tradhtonte dhe kundër mendjes që nganjëherë donte të dorëzohej. Por çdo mëngjes kur ndjeja frymëmarrje më të lehtë dhe energji të rikuperuar, ndjeja një gëzim të vogël, një shenjë që më thoshte: po ecën në rrugën e duhur. Vajza jon që e shihja çdo ditë duke u rritur, ishte një motiv shtesë. Ajo nuk e kuptonte ende saktësisht sfidën që unë po kaloja, por ndjente tensionin dhe shqetësimin. Shpesh më vinte pranë dhe më mbante dorën duke më thënë: babi, do ta fitosh ti këtë. Nuk mund të përshkruaja se sa shumë më mbush zemra me forcë kur e dëgjoja atë të thoshte kështu. Ajo më kujtonte përse po luftoja. Për veten, për gruan time, për familjen time që më do dhe që unë dua të mos e humbas. Pas disa javësh ndryshimet u bën më të dukshme. Nuk isha më aq I lodhur, frymëmarrja ime ishte më e qetë dhe ndihesha më I gjallë, por sfidat nuk ishin mbaruar. Zemra ime ende më paralizonte nganjëherë, veçanërisht pas përpjekjeve fizike. Një shëtitje e gjatë ose një detyrë e rëndë në shtëpi mund të më merrte gjallërinë dhe të më kthente tek lodhja ekstreme. Por, me çdo ditë që kalonte, ndjeja forcën e rikuperimit që rritej ngadalë, duke më dhënë shpresë që ndoshta do të arrija të kthehesha në një gjendje të qëndrueshme. Shkova edhe tek mjeku për kontrolle periodike. Ai më shikonte me një përzierje habie dhe skepticizmi. Jam I befasuar që po përparon kaq shpejt, më tha një ditë. Kjo metodë që po përdor është shumë e pazakontë. Nuk e shoh shpesh kaq përmirësim tek pacientët e mi të moshës tënde. Këto fjalë më bën të ndihem krenar dhe më motivuan të vazhdoja. Nuk ishte vetëm shpresa që më mbanin gjallë, por fakti që dikush tjetër e pranonte përparimin tim. Një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij procesi ishte ndryshimi I mënyrës si e shikoja jetën. Fillova të kuptoja se çdo ditë është një dhuratë, dhe çdo frymëmarrje e lehtë është një bekim. Për vite të tëra kisha marrë jetën si diçka të mirëqenë, por kur ndodhesha pranë rrezikut, çdo moment u bë I çmuar. Fillova të vlerësoja gjëra të vogla që më herët nuk I kushtoja vëmendje. Një buzëqeshje e gruas time, një përqafim I vogël I vajzës, drita e diellit që hynte në dhomën time. Të gjitha këto gjëra më bënin të ndihesha më I fortë, më I vendosur të mos dorëzohesha. Por rruga nuk ishte e drejtë dhe pa pengesa. Një natë, ndjeva një dhimbje të papritur që më përshkoi gjoksin dhe u përhap në shpatulla. Fillova të dridhem, I friksuar se gjithçka do të shkatërrohej. Gruaja ime erdhi me një herë pranë, duke më mbajtur dorën dhe duke më thënë: do ta kalojmë këtë. Nuk je vetëm. Ishte një moment I frikshëm, por mbështetja e saj më dha forcë për të qëndruar I qetë dhe për të ndjekur udhëzimet që kisha mësuar nga zgjidhja që po përdorja. Pas asaj nate, kuptova se shërimi nuk ishte një rrugë e lehtë. Ai kërkonte përpjekje të vazhdueshme, durim të pafund dhe besim të palëkundur. Por gjithashtu kuptova se çdo hap, edhe I vogël, ishte një fitore. Çdo përmirësim I vogël ishte një arritje që më mbushte zemrën me gëzim dhe shpresë. Gjatë kësaj periudhe, shpesh mendoja për jetën që kisha pasur deri tani. Të gjitha gabimet dhe përpjekjet e dështuara dukeshin më të vogla tani, sepse isha përballë diçkaje më të madhe, sfidës së jetës sime.
Mësoja të jemi durueshëm, të jemi kujdesshëm dhe të respektoj trupin tim më shumë se kur më parë. Ndërkohë, gruaja ime filloi të marrë pjesë më aktive në proces. Ajo më përgatiste për zgjedhjet, më kujtonte kohën e marrjes së tyre dhe më mbështeste emocionalisht çdo ditë. Pa të, do të ishte shumë më e vështirë. Ajo nuk ishte thjesht një bashkëshortje që më shikonte. Ajo ishte partneri im në këtë betejë, dhe mbështetja e saj ishte qelësi që më mbajti të fortë në momentet e frikshme. Kështu kaluam muajt e parë të shërimit. Nuk isha ende në formën e plotë, por çdo ditë ndjeja forcën të rritej dhe besimin që një ditë do të kthehesha plotësisht. Përparimi im nuk ishte i menjëhershëm, por ishte i dukshëm dhe kjo më jepte shpresë për të ardhmen. Pas disa muajsh të përpjekjeve të palodhur, fillova të ndjehem pak më i fortë. Nuk ishte ende ajo gjendje më parshme të 70-ave, por frymëmarrja më lehtësohej dhe energjia ime po rikthehej gradualisht. Ishte një ndjesje e çuditshme, si të kthehesha në jetën që kisha humbur përkohësisht. Por së bashku me rikuperimin, erdhi edhe frika që çdo përparim mund të ishte i brisht. Një gabim i vogël mund të më kthente pas. Gruaja ime vazhdonte të ishte pranë meje çdo ditë. Çdo mëngjes më përgatiste për zgjedhjet, më kujtonte të mos bëja përpjekje të tepërta dhe më mbante mendjen të qetë. Ajo ishte pjesë e pandashme e shërimit tim. Pa të, nuk do ta kisha arritur këtë progres. Her pas here, kur e shihja të shqetësuar, ndjeja një dhimbje të lehtë, sepse nuk doja ta shikoja të vuaj për mua. Por kur shihja shikimin e saj plot shpresë dhe besim, kuptoja se po luftonim së bashku. Një nga momentet më të vështira gjatë kësaj periudhe ishte kur një natë ndjeva dhimbje të forta në gjoks që përshkonin shpatulla dhe qafën. Zemra ime po përplashe me një ritëm të çuditshëm dhe frika më mbërtheu. Gruaja ime më mbajti dorën duke më thënë: "Babi, nuk je vetëm. Do ta kalojmë këtë së bashku." Ishte një moment i frikshëm, por mbështetja e saj më bëri të qëndroja i qetë dhe të ndjek hapa që kisha mësuar nga trajtimi im. Pas kësaj nate, vendosa të jem edhe më i kujdesshëm. Fillova të regjistroja çdo ndryshim të ndjesive të mia, çdo dhimbje, çdo frymëmarrje të rënduar. Ishte një mënyrë për të kuptuar trupin tim më mirë, për të parashikuar momentet e vështira dhe për të përgatitur për to. Ishte një disiplinë që kërkonte durim dhe vëmendje, por çdo hap i vogël më afronte më pranë rikuperimit të plot. Gjatë këtyre muajve, kuptova se shërimi nuk ishte vetëm fizik. Ishte gjithashtu një luftë psikologjike. Frika nga dështimi, mendimet që më pushtonin për të ardhmen. Kujtimet e viteve kur zemra ime ishte e shëndetshme. Të gjitha këto krijonin një peshë të madhe mbi mua. Por me çdo ditë që kalonte, po mësoja të menaxhoja emocionet e mia, të pranoja dobësitë e mia dhe të festoja çdo fitore të vogël. Një nga momentet më të lumtura ishte kur arrita të bëja një shëtitje të gjatë pa ndonjë problem. Nuk ishte vetëm një shëtitje. Ishte një dëshmi se metoda që po ndiqja po funksiononte. Gruaja ime më ndoqi, duke buzëqeshur, dhe për herë të parë pa shumë muajsh ndjeva se mund të kisha rikthyer një pjesë të jetës sime që mendova se kisha humbur përfundimisht. Vajza jon që më shikonte me kuriozitet më tha: "Babi, po dukesh më mirë." Një fjalë e vogël, por e mbushur me kuptim dhe forcë. Megjithatë, sfidat nuk ishin mbaruar. Zemra ime ishte ende ndjeshme ndaj stresit dhe përpjekjeve të papritura. Një ditë, ndërsa punoja në obor, ndjeva një dhimbje të lehtë, por që rritej ngadalë. U ula me njëherë, duke marrë frymë thellë dhe duke ndjekur metodat që kisha mësuar. Gruaja ime erdhi pranë me sytë e mbushur shqetësim dhe më përqafoi ngrohtësisht. Ajo nuk kishte nevojë të thoshte asgjë. Vetëm pranë saj ndjeja forcën që më duhej për të qëndruar i qetë dhe për të përballuar momentin. Një nga gjërat më të rëndësishme që mësova gjatë kësaj periudhe ishte të dëgjoja trupin tim. Çdo sinjal, çdo ndjesi ishte një paralajmërim. Të mos injoroja asgjë, por të kuptoja se si të veproja në mënyrë të duhur. Ishte një lloj komunikimi i vazhdueshëm me trupin tim, që më ndihmonte të menaxhoja çdo sfidë që vinte para meje. Në këtë periudhë fillova gjithashtu të kuptoja rëndësinë e ushqimit dhe mënyrës së jetesës. Çdo mas, çdo zgjedhje kishte një ndikim të drejtpërdrejtë tek zemra ime. Shumë herë më vinte në mendje të kthehesha tek zakonet e vjetra, por përqendrimi tek shërimi dhe dashuria për gruan dhe vajzën më ndalonte të bënja gabime. Çdo ditë ishte një mundësi për të zgjedhur shëndetin mbi dëshirën momentale. Më tej, ndërsa shëndeti im filloi të stabilizohej, kuptova se kjo zgjidhje e pazakont kishte ndryshuar jo vetëm trupin tim, por dhe shpirtin tim. Fillova të vlerësoja më shumë jetën, çdo moment, çdo frymëmarrje, çdo buzëqeshje. Ndërveprimet me familjen time u bën më të thella, më të ndjeshme. Kuptova se shërimi ishte një proces i plot. Trup, mendje dhe shpirt.
Në këtë periudhë, gruaja ime u bë një model i durimit dhe besimit. Ajo më mësoi se shërimi nuk është vetëm çështje e recetave apo metodave, por edhe mbështetjes emocionale. Pa të, shumë gjëra nuk do të kishin qenë të mundura. Ajo ishte krahu im i djathtë në këtë betejë dhe çdo ditë e vërtetonte këtë me veprime të vogla, por të fuqishme. Në fund të muajve të parë të stabilizimit, ndjeva një ndryshim të madh brenda meje. Nuk isha më vetëm një pacient. Isha një luftëtar që po përparonte. Çdo përmirësim, edhe i vogël, ishte një dëshmi se metoda që po ndiqja funksiononte dhe se unë kisha fuqinë për të kontrolluar jetën dhe shëndetin tim. Ditët e fundit të sfidës së gjatë ishin një kombinim i përzier emocionesh. Gëzim, frikë dhe një ndjesi të thellë falënderimi. Pas muajsh përpjekjesh, shpesh duke u ndier i lodhur dhe i friksuar, fillova të ndjehem më i fuqishëm. Frymëmarrja ime ishte më e qetë, zemra ime rrihte më rregullisht, dhe energjia ime po rikthehej në mënyrë të dukshme. Ishte një ndjenjë e jashtëzakonshme, sikur po zgjohesha nga një gjumë i gjatë i rënd dhe po merrja jetën prapë në duar. Gruaja ime ishte gjithmonë pranë. Ajo më mbështeste, më inkurajonte dhe më kujtonte se çdo hap i vogël ishte një fitore. Nuk ishte thjesht një ndihmë praktike. Ajo ishte forca ime më e madhe emocionale. Kur më shikonte të buzëqeshur, duke bërë gjëra që më parë nuk mundesha, unë kuptoja se përpjekja jone përbashkët po jepte rezultat. Një nga momentet më të fuqishme për mua ishte kur arrita të ecja në obor për orë të tëra pa ndier asnjë dhimbje apo lodhje të madhe. Ishte një test i madh për trupin tim dhe një dëshmi se metoda që po ndiqja po funksiononte realisht. Kur gruaja ime më shikoi duke ecur me lehtësi, një lot gëzimi rrëshiti në faqe. Ajo më përqafoi fort dhe tha, e dije që mund ta bëje. Ajo nuk kishte nevojë për fjalë të tjera. Shikimi dhe përqafimi i saj ishin gjithçka që më duhej. Por jo çdo ditë ishte lehtë. Zemra ime ishte ende ndjeshme ndaj stresit dhe përpjekjeve të papritura. Një gabim i vogël, një ngarkesë fizike e tepërt, mund të më rikthente në gjendjen e mëparshme të dobësisë. Kjo më mësonte një mësim të rëndësishëm. Shërimi nuk është vetëm përfitim fizik, por edhe disiplinë, vëmendje dhe durim i vazhdueshëm. Gjatë kësaj periudhe fillova të kuptoja se metoda që kisha zgjedhur nuk kishte ndikim vetëm tek trupin, por dhe tek shpirtin. Fillova të jem më i qetë, më i durueshëm dhe më i pranueshëm ndaj jetës. Çdo sfidë që kaloja më mësonte të vlerësoja momente të vogla, çdo frymëmarrje, çdo buzëqeshje dhe çdo marrëdhënie të afërt. Një nga përjetimet më të rëndësishme ishte kur vajza jon më pyeti një ditë: "Babi, a do të jesh gjithmonë mirë tani?" Nuk mund të përgjigjesha menjëherë sepse zemra ime ndonjëherë më tregonte se gjithçka nuk ishte përfunduar ende. Por kur e pash shikimin e saj plot besim dhe dashuri, kuptova se gjithçka që kisha kaluar deri tani kishte një qëllim më të madh. Të kthehesha te familja ime plot shënde dhe lumturi. Gruaja ime dhe unë filluam të planifikonim jetën tonë pas këtij sfondi të vështirë. Ishte një ndjesje e veçantë të kuptoje se jo vetëm kisha mbijetuar, por kisha rikuperuar fuqinë për të jetuar një jetë normale dhe të plotë. Çdo vendim, çdo përpjekje që kisha bërë gjatë muajve të kaluar, kishte dhënë frytet e tij. Një nga momentet më emocionuese ishte kur ulëm së bashku për darkë dhe diskutonim për ditët e ardhshme. Gruaja ime më pyeti për planet e mia dhe ndjeva një ngrohtësi të madhe të zemrës. Nuk isha më dikush që jetonte në frikë. Isha dikush që kishte fituar betejën e parë të madhe dhe që mund të planifikonte të ardhmen me shpresë dhe siguri. Por kjo pjesë e udhëtimit nuk ishte vetmja që më mësoi diçka. Ishte gjithashtu një periudhë reflektimi mbi jetën time të kaluar. Kujtova gabimet, dështimet dhe momentet kur nuk e vlerësova shëndetin dhe familjen time. Tani më shumë se kur, kuptova rëndësinë e kujdesit, vëmendjes dhe dashurisë së pakushtëzuar për njerëzit që më rrethojnë. Në këtë muaj gjithashtu kuptova se shërimi im ishte një rezultat i përpjekjeve të përbashkëta. Nuk ishte vetëm metoda që zgjodha, por edhe mbështetja e gruas sime, motivimi i vajzës dhe besimi i pandryshueshëm që kisha në vetvete. Çdo fitore e vogël ishte një dëshmi se bota ime po kthehej në normalitet dhe që fuqia ime ishte rikthyer. Në fund të kësaj periudhe, ndjeva një ndjenjë të jashtëzakonshme falënderimi. Falënderim për jetën, për familjen, për durimin dhe besimin tim. Ishte një ndjenjë që nuk mund ta përshkruaja vetëm me fjalë. Ishte një përzierje e gëzimit, lehtësimit dhe krenarisë. Kisha kaluar një betejë të madhe dhe kisha dalë fitimtar. Kur u zgjova atë mëngjes, ndjeva diçka të veçantë brenda vetes. Nuk ishte vetëm energjia e rikthyer, por një ndjesje e thellë lehtësimi dhe gëzimi. Zemra ime nuk më tradhtonte më. Frymëmarrja ishte e qetë dhe forca ime fizike po rikthehej dita ditës. Ishte një ndjenjë që nuk mund ta krahasonja me asgjë që kisha përjetuar më parë.
ishte triumfi mbi frikën, mbi pasigurinë dhe mbi dobësinë që më kishte kapluar kur kuptova se diçka nuk shkonte me zemrën time. Gruaja ime ishte pranë, si gjithmonë. Kur më shikonte, syri i saj ishte i mbushur me gëzim dhe krenari. Nuk kishte nevojë për fjalë. Shikimi i saj më thoshte gjithçka. Se e kisha fituar betejën, se kisha mbijetuar dhe se rikuperimi im ishte i plot. Për herë të parë pas shumë muajsh, ndjeva se mund të shijoja jetën pa frikë, me qetësi dhe me gëzim të pastër. Vajza jonë, e vogël por e ndjeshme, më shikonte me kuriozitet. Ajo kishte parë momentet e vështira, panikun në sytë e mi dhe përpjekjet që kisha bërë për të rikuperuar shëndetin tim. Kur e pash që buzëqeshte dhe më tha, "Babi, je bërë mirë", zemra ime u mbush me një lumturi që nuk mund ta përshkruaja me fjalë. Çdo përpjekje, çdo sakrificë që kisha bërë gjatë muajve të shërimit kishte një kuptim të madh. Për të rikthyer jetën time, për të qenë pranë familjes sime dhe për të ndjerë gëzimin e thjeshtë të qenit i gjallë. Në ato ditë fillova të kuptoja rëndësinë e përvojës që kisha kaluar. Shëndeti im nuk ishte vetëm një rezultat i metodës që kisha përdorur, por i përpjekjes sime, besimit të gruas dhe mbështetjes së vajzës. Çdo hap që kisha bërë kishte kontribuar në rikuperimin tim. Kjo përvojë më mësoi se asnjë betejë nuk mund të fitohet vetëm. Mbështetja, dashuria dhe durimi të tjerëve janë çelësi për çdo sukses. Një nga gjërat më të rëndësishme që mësova ishte të jemi vëmendshëm ndaj trupit dhe shëndetit tim. Nuk mund të marrja më gjërat e mira të jetës si të mirëqena. Çdo frymëmarrje, çdo aktivitet, çdo ditë ishte një dhuratë. Fillova të vlerësoja gjërat e vogla që më herët I konsideroja të zakonshme. Një kafe me gruan, një shëtitje me vajzën, një perëndim dielli që shihja nga dritarja ime. Ishin këto momente që më bënin të kuptoja se jeta është një pasuri që duhet të ruhet dhe të çmohet. Gjatë periudhës pas rikuperimit, u përpoqja të krijoja një rutinë të qëndrueshme për të ruajtur shëndetin tim. Ushqimi, aktiviteti fizik I moderuar, kontrolli I rregullt mjekësor dhe përkujdesja emocionale u bën pjesë e përditshmërisë sime. Nuk ishte thjesht për të parandaluar rikthimin e problemeve me zemrën, por për të jetuar një jetë të plotë dhe të lumtur. Gjithashtu fillova të ndaj përvojën time me të tjerët. Shpesh më vinte në mendje se shumë njerëz mund të përballen me sfida të ngjashme dhe nuk dinë se si t'i përballojnë. Historia ime mund të shërbente si një shembull se me vendosmëri, mbështetje dhe durim, çdo sfidë mund të kapërcehet. Shpesh takoja miq dhe të njohur, u tregoja historinë time dhe si metoda e pazakontë që përdora më ndihmoi. Reagimet e tyre ishin të habitshme. Disa nuk mund ta besonin se një zgjidhje e tillë mund të funksiononte, disa të tjerë ndjenin shpresë dhe kurajo. Por më e rëndësishmja ishte ndryshimi që ndjeva brenda vetes. Nuk isha më një person që jetonte me frikë. Isha dikush që kishte kaluar një provë të madhe dhe kishte dalë fitimtar. Zemra ime tani më shërbente si një kujtesë e fuqisë që mund të kemi kur luftojmë dhe kur nuk dorëzohemi. Çdo rrahje ishte një simbol I jetës që unë kisha fituar përsëri. Në ato muaj, kuptova gjithashtu se shërimi nuk ka të bëjë vetëm me trupin, por me shpirtin. Përjetimi I vështirësive, frikës dhe pasigurisë më mësoi të jem më I durueshëm, më I qetë dhe më I lidhur me familjen time. Çdo përpjekje që kisha bërë më kishte bërë më të fortë emocionalisht, dhe kjo forcë ishte po aq e rëndësishme sa rikuperimi fizik. Në një mbrëmje të qetë, u ula pranë gruas sime dhe vajzës dhe ndjeva një ndjesi të veçantë paqeje. Ishte një përzierje lumturie, lehtësimi dhe falënderimi. Kisha kaluar një betejë që shumë njerëz nuk do të kuptonin dhe kisha dalë fitimtar. Ishte momenti kur kuptova se të gjitha përpjekjet, sakrifica dhe frika e kaluar nuk ishin qenë të kota. Kisha marrë një dhuratë të çmuar, një shans për të jetuar dhe për të shijuar jetën plotësisht. Ky udhëtim më mësoi një mesazh të fuqishëm. Nuk ka rëndësi sa vjeç jeni, nuk ka rëndësi sa sfida përballeni, gjithmonë ekziston një mundësi për rikuperim, për përmirësim dhe për një fillim të ri. Vendosmëria, mbështetja e familjes dhe besimi tek vetja mund të ndryshojnë gjithçka. Kur mendoj për gjithë këtë udhëtim, ndjej një falënderim të thellë për gruan time, për vajzën dhe për vetë mua që nuk dorëzova. Ishte një rrugë e vështirë, e mbushur me sfida dhe momente frike, por gjithashtu një rrugë e mbushur me shpresë, dashuri dhe triumf. Tani, kur shikoj jetën dhe ndjej çdo frymëmarrje të thellë, kuptoj se çdo moment është I çmua. Zemra ime më kujton çdo ditë se jeta është e shtrenjtë dhe se nuk duhet marrë si e mirëqen. Përmes kësaj përvoje kam mësuar të vlerësoj gjithçka që kam, shëndetin, familjen dhe momentet e thjeshta që bëjnë jetën të vlefshme. Kjo është historia ime, një rrëfim nga vetja ime. Një burrë që përballoi një sfidë të madhe, që zgjodhi një rrugë të pazakontë dhe që fitoi betejën. Një histori që tregon se nuk është kurrë vonë për të luftuar, për të rikuperuar dhe për të jetuar jetën plotësisht.